Jared Kushner, dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, ka mbritur rreth orës 10 të mëngjesit të sotëm në qytetin e Vlorës. Ai pritet të zhvillojë disa takime private me arkitekt, referuar projekteve të parashikuara në ishullin e Sazanit, por dhe në zonën e Zvërnecit. Parashikohet që Kushner të zhvillojë gjatë gjithë ditës së sotme takime referuar këtyre projekteve, ndërsa vizita e tij në Vlorë është shoqëruar me masa të forta sigurie nga drejtoria e policisë së qarkut të Vlorës. Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, ka mbërritur këtë të mërkurën në qytetin e Vlorës, ku pritet të zhvillojë një sër takimesh private me studie arkitekturore, si dhe përfaqësues të fushës së zhvillimit urban dhe turistik. Vizita e Kushner lidhet me interesimin për projekte të mundshme zhvillimore në ishullin e Sazanit si dhe në zonën e Zvërnecit, dy nga hapësirat më të diskutuara vitet e fundit për investime strategjike. Takimet e planifikuara pritet të zhvillohen në një nga hotelet e zonës në lungomare të Vlorës, larg vëmendjes publike dhe mediave. Burimet bëjnë me dije se në këto takime fokusi do të jetë mbi konceptet arkitekturore, zhvillimin turistik elitar, si dhe mundësitë e integrimit të projekteve me karakter natyror dhe historik të zonës. Mbërritja e Kushner në qytetin bregdetar të Vlorës është shoqëruar me masa të forta sigurie, të ndërmarra nga policia e Vlorës, çka ka tërhequr edhe vëmendjen e qytetarëve, ndërsa ka konfirmuar po ashtu edhe karakterin sensitiv të vizitës. Forcat e rendit kanë qenë të pranishme në pikat kryesore të lëvizjes së delegacionit, si dhe pranë ambienteve ku pritet të zhvillohen takimet. Sipas informacioneve paraprake, Kushner pritet të qëndrojë gjatë gjithë ditës së sotme në Vlorë, ndërsa temat e diskutimit lidhen drejt për drejt me projektet e pritshme zhvillimore në qytet dhe në zonat përreth, me theks të veçantë në Zvërnec dhe ishullin e Sazanit, të konsideruara si zona me potenciale të larta strategjike dhe turistike. Kjo është hera e dytë që dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump viziton Vlorën, çka tregon një interes të vazhdueshëm për këtë zonë, si dhe për projektet që mund të zhvillohen në të ardhmen.